Jam në Mangalem, të dyqanit e Mangalemit, me Teutën, prej së cilës kam akoma në shtëpi atë çantën atje. Ajo më duket është me material të ricikluar, ëh? Po, ma ka sjell Eva, edhe njohin me Teutën si me shumë kënd në Berat, e kam prej Evës, që e dua fort, edhe ajo do shumë Beratin, prandaj më tregon me kaq pasion. Një prej tregimeve ka qenë për Teutën dhe për çantën e saj që më erdhi. Si tani punon me material të ricikluar? Po, vazhdon. Domethënë, unë po bëj gati 10 vite që vazhdoj dhe punoj vetëm me material të ricikluar. Çdo gjë, domethënë të vjetër, e kthej në të re. Ja, kjo që po shtrëngoj. Kjo është një centra që dikur është përdorur nëpër tavolina ose nëpër. Edhe e kemi vendosur të Azteku. E pra, domethënë i krijon një mundësi që të jetoj. Të jetoj, të ngelet. Kam një si quhet ambulesë tavoline. Ne e përdorte nëna, e përdorte për vit të ri. Nuk e di se quhet ambulesa e vitit të ri dhe prandaj e për festa, për 8 mars, festat e shtëpisë e ruante nxirrte. Dhe unë tani e kam marr, po e kam vënë në një kornizë, se nuk dija si ta ruaja. Sepse gjërat e vjetra të sjellin kujtime. Po, të sjellin. Mbajnë gjallë kujtimet e shumë e bukur e riciklimit, po dhe e sjelljes e ruajtjes fort të traditës. Gjithçka në këtë vend flet për traditë. Si atë del që punon? Me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Domethënë sa ngrihem në mëngjes, planifikoj që me çfarë do merrem sot. Çfarë materiali do zgjedh për të bërë pëllurën, supozojmë për të bërë një perde. Ke bërë një klop? Këta janë klepe për të qëndisur. Unë në shtëpi, po që kam nga Berati. Të betojmë, unë kam këtë klop. Klep Josteku për hotelet. Për hotelet. Unë e kam fiks edhe me këtë, dhe tani po më kujtohet dhe të i kam marrë tek ish kombinati, që bënte për francezët. Ua, që bëhe, të Beratin e shtëpinë time, gjithandej për hotelet kjo. Pëlqen shumë sidomos kur është me blu. Më pëlqen. Do të i bën të gjitha.